Pas akuzave, dyshimeve dhe hetimeve disa mujore të njësisë Task Force në Prokurorinë e Tiranës, është zbardhur dosja e trukimit të ndeshjeve të futbollit nga presidenti i klubit futbollistik të Kavajës, Nexhat Bichdili. Prokuroria gjatë kësaj jave do të thënë rast personin në hetim Bichdili për t'i komunikuar akuzat zyrtare. Mësohet se Bichdili kërkonte të trukonte ndeshjet fillimisht për një kompani basësh serbe dhe më pas për ndere dhe misi, kundrejt $15.000 amerikan. Prokuroria ka mundur të zbardhë edhe bisedat që Bichdili ka patur me presidentin e klubit futbollistik të Tomorit, zyrtarëve të ekipit të Tiranës, përfaqësuesit e Sport Klub Apollonia, me trajnerin e para të rinjve të ekipit të Lushnjës, arbitra, futbollistë dhe portierë të ekipeve të ndryshme. Gjatë gjithë bisedave mes tyre, Bichdili ofronte nga 10 milion lekë për trukimin e ndeshjeve të futbollit. Në disa raste, sipas akuzës, Bichdili kërkonte trukimin e ndeshjes për ndere, por edhe për përfitime financiare. Protagonistët e këtyre bisedave telefonike të pyetur nga prokuroria kanë pranuar se presidenti i klubit të Besës i ka ofruar para për të trokuar ndeshjet e futbollit.